Lëvirat e dieshme në Durrës dhe të natës së mbrëmshme në Gjirokastër kanë shkaktuar shkatrime masive. Qindra banesa dhe biznese janë ende në ujë në Durrës, ndërsa lumenjtë e gurve shkaktuan dëme në Gjirokastër. Në Kurbin ka pasur evakuime. Shkarkimet nga ujëmbledhësi hidrocentralit të Vaut të Dejës kanë rritur nivelin e ujit të Drinit të dhe Bunës dhe në disa zona në fshatin Obod dhe në Nën Shkodër ka prezencë uji. Në varës të Vlorës rrëshqitja e tokës ka shkatruar banesa. Trump e sheh marrjen e Gronlandës një prioritet të sigurisë kombëtare dhe do ta marrë me çdo kusht nën kontroll. Pas deklaratës se mund ta marrë duke dërguar ushtrin, hidhet edhe opsioni që fillimisht SBA janë të gatshme t'ia blejnë Danimarkës ishullin arktik. Të paktën 800 banesa të përmbytura dhe 304 persona të evakuuar. Ky është bilanci paraprak i përmbytjeve në Durrës. Një ditë pas rresheve të dëndura të shiut, situata duket më e qetë, por mbetet problematike gjendja në disa zona të qytetit, kryesisht në periferi, sipas të dhënave paraprake nga shtabi i emergjencave në prefektur, rreth 800 banesa janë përmbytur, kryesisht në zonat më të ulta dhe më problematike, si Shkëneta, Spitalla, Nishtulla dhe zona të tjera. Edhe në burgun e Durrësit, situata mbetet problematike, obori dhe kati i parë i godinës ka prani të lartë ujë. Mësimi nuk po zhvillohet as sot në disa shkolla, oborret e të cilave janë në ujë. Deri mbrëmjen e kaluar janë evakuuar 304 persona, ndërsa numri të prekurve mund të rritet në varësi të situatës në terren dhe verifikimeve. Ndërkohë uji është tërhequr nga rrugët kryesore dhe nga autostrada Durrës-Tiranë, duke normalizuar qarkullimin, por në disa lagje vijon prania e ujit dhe nevoja për ndërhyrje emergjente për banorët e izoluar që nuk ja dalin dot pa ndihmë. Kemi liçet na gjithanë. Si ofare, vetëm juve. Ja dhe shikoni kërë se ishte. Hajde këtej nga do të rritë. Si të thra nuk kemi bërna njerë, kemi bërë po se ere 3 për 4-5 muaj quve. Banesa, biznese, studio artistësh, si përfaqe të tëra tokash u përmbytën, 10 automjete u dëmtuan nga uji, si rezultati situatës së krijuar nga rreshtet e dëndura të shiut dhe mos funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve në këtë qytet. Për shkak të situatës së krijuar, komuna Malishevës dhe ajo e Junikut kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka njoftuar se njësitë e saj janë angazhuar në të gjithë vendin në përballjen me vërshime dhe përmbytje. Sipas kësaj agjencie, situata me vërshime paraqitet e menaxhueshme. Në Gjakovër të kërkuar ndihmë për evakuimin e mbi 20 familjeve në koordinim me FSK-n, thuhet në njoftimin e Agjencisë së Menaxhimit Emergjent. Ndërkohë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka publikuar raportin për nivelin e ujit në lumenjtë e Kosovës pas rreshjeve të fundit, të cilat shkaktuan vërshime në disa komuna të Kosovës. Në raportin e institutit bëhet e ditur se të hënën e të martën në Kosovë kanë rënë mesatarisht 43 mm rreshje në 1 metër katror. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, po vazhdon numërimi i pjesës së dytë të flet votimeve që i takojnë votimit përmes postës. Deri më tani janë numëruar 99 nga 114 vend votime. Ndërkohë ka përfunduar dhe numërimi i votave me kusht dhe të votuesve me nevoja të veçanta. Aktualisht, pas procesimit të 2790 vend votimeve nga 2805, lëvizja vetvendosi ka marrë 57 ulëse me 50.72%. Partia Demokratike e Kosovës 23 ulëse me 20.4%. Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.29% pritet të marrë 14 ulëse, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6 ulëse me 5.52%. Pjesë të ndryshme të Europës përballen me një mod të keq që e largoi shumë shpejt haren e festave. Në ditën e ujit të bekuar, furia e natyrës u përplas fort mbi pellgun e Ballkanit dhe rreshje të dendura shiu e bore, ndërprerje të energjisë elektrike dhe një viktim në Bosnjë, një grua që humbi jetën mes tuhis. Pas pothuajse 40 cm bor ra në kryeqytetin Sarajev, gruaja në fjalë dha shpirt në spital pasi u godit nga një pemë që u rrëzua nën peshën e borës.
Rreshtet e dendura të Dëborës paralizuan një pjesë të lëvizjes në Holand. Aeroporti i Schipolit në Amsterdam raportoi anullimin e rreth 600 fluturimeve, ndërsa ekipet kanë punuar pareshtur për të pastruar pistat dhe për të shkryer akullin nga avionët që prisnin të niseshin. Më shumë borë parashikohej për pjesën tjetër të javës. Bilancin më të rënd të viktimave e shënon sa kaq Franca me 5 të vdekur. Me të ftohtin që i bëri rrugët tepër të rrezikshme, 3 persona humbën jetën në aksidente të lidhura me akullin e zi në jug-perëndim të vendit, ndërsa një shofer taksie e vdiq në spital, pasi automjeti i tij doli nga rruga dhe ra në lum në rajonin e Parisit. Në Rom, javë të tëra rreshje shiu kanë rritur nivelin e lumit Tiber, që ka dalë sërish nga shtrati duke zbehur kremtimet e Papa Leonit të IV. Sheshi i Shën Pjetrit ishte vetëm pjesërisht i mbushur me njerëz të martën të mbledhur aty me çadra për të dëgjuar atin e shenjtë teksa jepte bekimin e Epifanisë. Roma është përballur me rreshje të vazhdueshme shiu që para Krishtlindjeve, çka nxiti kryetarin e bashkisë Roberto Gualtieri të nxirrte një urdhër për kufizimin e aksesit publik në parqe dhe zona të tjera në rrezik nga rënja e pemëve dhe përmbytjet. Temperaturat kanë rënë ndjeshëm edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Në zonat veriore të saj, termometri ka shënuar -12.5 gradë Celsius, ndërsa bora ndërpreu udhëtimet hekurudhore, rrugore dhe ajrore e mbylli qindra shkolla. Shiu dhe bora kanë vazhduar po ashtu të mbjellin kaos në Ballkan. Në Serbi, disa komuna perëndimore vendosën masa të jashtëzakonshme për shkak të motit të keq, ndërsa erërat e forta dhe deti i trazuar goditën vijën bregdetare të Adriatikut në Kroaci dhe në Maltëzi. Verifikimet e para tregojnë se për 6 vjet, nga viti 2020 deri në vitin 2025, nuk ishin kryer kontrolle kundër zjarrit në lokalin Le Constellation në Crans-Montana të Zvicrës, ku natën e vitit të ri humbën jetën tragjikisht mes flakëve 40 të rinj. Komuna e Crans-Montana pohoi në një njoftim se në 2015 pronari i këtij lokali kishte kërkuar leje ndërtimi për një verandë përpara hyrjes dhe kishte kryer në mënyrë të pavarur punime të brendshme. Pronarët e klubit, bashkëshortët francez Jacques dhe Jessica Moretti, vazhdimisht kanë deklaruar se ishin në përputhje me rregullat. Zvicra zbaton rregullore në nivel federal, por secili kanton ka normativën e vet për parandalimin e zjarreve dhe fatkeqësive natyrore. Pas hetimeve të para, Prokuroria Rajonale drejtuar nga Beatrice Pilot ka vënë nën hetim pronarët që akuzohen për vrasje nga pakujdesia, plagosje dhe zjarrvënie nga pakujdesia. Ata nuk janë arrestuar deri më tani sepse për momentin ndaj tyre nuk ekzistojnë kriteret për të vendosur masën e paraburgimit me arsyetimin se nuk ka dyshime për arratisje. Planimetria e strukturës së kaq tregon se hyrja e barit në katin përdhes është vetëm 1,5 metër e gjerë dhe hapet nga brenda dhe jo nga jashtë, siç e kërkojnë rregullat. Mediat në Itali citojnë 2 ish punonjës të Constellation, një grua dhe një burr, të cilët pohojnë se në vitin 2023 e vetmja dalje e emergjence e Bodrumit kishte qenë pjesërisht e fshehur brenda një zone për duhan pirsit dhe mbyllej me çelës për të penguar të rinj që të largoheshin pa paguar. Siguria e Arktikut mbetet një prioritet kyç për Europën dhe përbën një pikë kritike për sigurinë ndërkombëtare dhe atë transatlantike, teksa integriteti territorial dhe kufijtë e Danimarkës dhe Groenlandës duhen konsideruar si të paprekshme. I ashtu quajturi grupi të vullnetshmëve, të cilët u bashkuan dhe krerë të tjerë qeverish, duke nisur nga kryeministra italiane Giorgia Meloni, doli me një deklaratë të përbashkët lidhur me krizën e Groenlandës, që sot ndodhet në kërcënimin e aneksimit nga Donald Trumpi. Ky qëndrim shënon një distancim nga Trumpi pas ofensivës së presidentit amerikan mbi ishullin, por duke tentuar që të paktën për momentin të mos krijohet një incident diplomatik me Shtëpinë e Bardhë. Mesazhi i dokumentit është i qartë, i takon Danimarkës dhe Groenlandës të vendosin për çështje që kanë të bëjnë me ato vetë. Liderët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Spanjës, Anglisë dhe Danimarkës ritheksuan se sovraniteti, integriteti territorial dhe paprekshmëria e kufive janë parime universale, të cilat ata nuk do të rreshtin së mbrojturi. Sa i përket Amerikës, në deklaratë specifikohet se ajo është një partner kyç për rajonin dhe se siguria e Arktikut duhet të arrihet së bashku me SBA-n, por edhe partnerët e NATO-s. Teksti i deklaratës ka qenë objekt negociatash intensive. Nisma fillestare thuhet se erdhi nga Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Pas kontakteve të shumta dhe të shpejta mes liderëve dhe zyrave të tyre diplomatike, nisi një proces i kujdesshëm negociimi rresht për rresht
me qëllimin të arrije në një formulim përfundimtar të dokumentit të pranuar nga të gjitha palët. Askush nuk e nënvlerëson peshën e firmës së Giorgia Melonit, e konsideruar si liderja europiane më e afërt me Trumpin, dhe pikërisht për këtë arsye shefja e ekzekutivit italian, siç pohon shtypi atje, ka këmbgulur të rishikojë me kujdes të gjitha detajet e deklaratës për të shmangur në këtë mënyrë çdo përplasje të mundshme diplomatike me SBA-n. Shtëpia e Bardhë ngjalli shqetësim me deklaratën se presidenti Donald Trump po shqyrton opsionet për marrjen nën kontroll të Groenlandës, përfshirë këtu edhe përdorimin e mundshëm të forcës ushtarake. Trumpi ka ripërtërirë kësaj ambicien e tij për të kontrolluar ishullin strategjik pavarësisht kundërshtimeve nga Europa. Ai e sheh marrjen e Groenlandës si prioritet të sigurisë kombëtare të nevojshme për të penguar kundërshtarët në rajonin e Arktikut, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë. Presidenti dhe ekipi i tij po diskutojnë një sër mundësish për arritjen e këtij qëllimi të rëndësishëm të politikës së jashtme, dhe sigurisht përdorimi i ushtrisë është gjithmonë një opsion në dispozicion të komandantit të përgjithshëm, theksohet më tej. Wall Street Journal sakaj shkruan se sekretari i shtetit Marco Rubio u ka thënë ligjvënësve amerikanë se kërcënimet e fundit e administratës ndaj Groenlandës nuk nënkuptojnë me do e mos një pushtim të afërt dhe se synimi është blerja e ishullit nga Danimarka. Deputeti republikan Don Bacon i bëri thirrje administratës të ndalojë deklaratat e hapura për marrjen e Groenlandës. Mënyra se si po trajtohet kjo çështje është vërtet fyese dhe për ne nuk ka asnjë përfitim, u shpreh ai për CNN-in. Burime nga qeveria amerikane insistojnë se në fakt ishulli është jetik për SBA-n për shkak të depozitave të shumta të mineraleve të rralla, të cilat janë me rëndësi për teknologjinë e lartë dhe përdorimet ushtarake. Duke folur në kushte anonimiteti, një zyrtar i lartë amerikan pohoi se Trumpi dhe këshilltarët e tij janë duke shqyrtuar disa mënyra për marrjen e Groenlandës dhe përveç blerjes së drejtë për drejtë të saj nga SBA-ja, po diskutohet dhe krijimi i një marrëveshje të asociimit të lirë me këtë territor. Sipas ekspertëve, megjithatë, një marrëveshje e tillë nuk do ta përmbushte plotësisht ambicien e Trumpit për ta bërë ishullin me rreth 57.000 banor pjesë të SBA-s. Donald Trump deklaroi se Venezuela do t'i dorëzojë Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri në 50 milion fuqi naftë me vlerë rreth 2.8 miliard dollar. Kreu i Shtëpisë së Bardhë tregoi përmes një postimi në rrjetet sociale se këto para do të përdoren për popullin e Venezuelës dhe të SBA-s. Kam kënaqësinë të njoftoj se autoritetet e përkohshme në Venezuelë do t'i dorëzojnë Shteteve të Bashkuara ndërmjet 30 dhe 50 milion fuqi nafte të një cilësie të lartë të sankcionuar. Kjo naftë do të shitet me çmimin e saj të tregut dhe ato para do të kontrollohen nga unë si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të siguruar që do të përdoren për të mirën e popullit të Venezuelës dhe të SBA-s, ishte mesazhi i tij. Këto komente pasuan një deklaratë të mëparshme të Trumpit ku ai nënvizonte se industria amerikane e naftës do të ishte plotësisht funksionale në Venezuelë brenda 18 muajve dhe se pret investime të mëdha në këtë vend. Analistë ndryshëm i kishin thënë më parë BBC-s se mund të nevojiten 10 miliarda dollar dhe me gjas një dekadë në mënyrë që të rikthehet prodhimi i mëparshëm i Venezuelës. Reagimi i Trumpit erdhi një ditë pasi Delcy Rodriguez, ish zëvendës presidente e Venezuelës, u betua si presidente e përkohshme e vendit, teksa Nicolas Maduro ndodhet në SBA, ku përballet me akuza për trafik droge dhe armësh. Të ënën presidenti amerikan pati pohuar për NBC News se të kesh një Venezuelë që është prodhuese nafte është gjë e mirë për SBA-n sepse e mban të ulët çmimin e naftës. Përfaqësues të kompanive të mëdha amerikane të naftës kanë planifikuar të takohen këtë javë me administratën Trump, raportoi partneri amerikan i BBC-s, CBS. Mjaft ekspert megjithatë janë skeptik se planet e Trumpit do të kenë ndikim të menjëhershëm në furnizimin global dhe përrjedhoj edhe në çmimin e naftës. Ata argumentojnë se kompanitë do të kërkojnë garanci mbi vendosjen e një qeverie të qëndrueshme në Venezuelë dhe shprehen të bindur se edhe pasi të investojnë projektet e tyre, nuk pritet të japin rezultate për shumë vite me radhë.